الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Falëndërimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqijave të punëve tona. Këndë udhëzon Allahu s'ka kush e lajtin nga rruga e vërtetë, këndë humb s'ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër të adhuruar tjetër përveç Allahut, i vetëm i pashoq. Dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguar i tij. Motra dashura, si gjithherë s'pari falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për gjitha mirësitë dhe begatitë që na jep. Dhe një falënderim i veçantë është për këtë mundësi që na i ka dhënë Zoti që të jem sot me juve në këtë xhami kaq të bukur. Emrin drita edhe por rrezika si dritë, edhe me xhamatin e ju, mashallah. Këtu në Rëzënhajm pas një bani shkëndit bukur të islamit i keni dhënë këtu, edhe inshallah gjithherë keni aktivitete dhe keni takime dobishme për njëna tjetrën, edhe besoj që kanë me qenë dobishme çfarë do, sa më i thjesht, një takim më i thjesht me qenë është i dobishëm për shkak se bereqeti i fjalës Zotit edhe pejgamberit alayhis salam ta jep qetësinë e brendshme të shpirtit ton, edhe që të kafe që jena të e pi bashkë duke dëgjuar që pe pin diçka ekstra në një vend tjetër, nuk është njëjtë sikur që e pin vet e që e pin në shtëpi, sikur kur e pina bashkë me njëna tjetrën edhe ndajna kohën për njëna tjetrën. Po, gjithsesi edhe një falënderim i veçantë shkon për Lulen, që u konë edhe iniciatorja dhe organizatorja këtij takimit që na me qenë sot bashkë. E falenderoj nga zemra, se pejgamberi alayhis salam ka thonë kur si falenderon njerëzit, se ka falenderu Zotin. Kështu që edhe kjo ka bërë shumë mund, edhe sakrificione me qenë sot para juve, edhe inshallah këta minuta që kemi mbikalu së bashku, kanë me qenë dëshmi për neve në ditën e gjykimit, kanë me qenë shkak që dhe më na fut në xhenet për qëta minuta që ja këna ndonë njëna tjetërës, se unë s'kisha pos qysh me ardhë pakon ju, po dhe ju s'kishi pos do bi pakon une, dhe më thonë interesi është i përbasht, e qëllimi është i pastër që inshallah të Zoti kena me arrit shpërblim për ata që mundohemi fjalën e Zotit me ngrit, edhe me pasu fjalën e pejgamberit alayhis salam, se mbi të gjitha e falenderojmë Zotin që na ka bë besimtar, na ka ndriçu zemrat tona me dritën e imanit. Kjo është mirësia dhe dhuntia më e madhe, bereqeti më i madh që na posedojnë në jetën tonë. Pra mas e kemi takimin e parë, siç thatë edhe shumica na shta edhe unë njehni kështu, po është rregull pedagogjik që mu prezantu dhe unë para juve. Unë jam Fehime Gashi Jusufi, e kam përfunduar medresën në Prishtinë, gjenerata e dytë, ai temeli që e kena nis, inshallah për mirë na mundu. Edhe ashtu po shihet inshallah që po shkon mirë Islami edhe në Kosovë. Po mandej kum vazhdu fakultetin e studimeve islame po ashtu në Prishtinë, kur kam arrit në vitin e fundit, kum dashur edhe një drejtim tjetër, kum regjistruar fakultetin e gjuhës angleze, po unë jam vjellë dhe jam kriju për Islam. Edhe nuk më pëlqej këtë qysh, ai drejtimi e morra veç për këtë dunjë, me pas diçka, po e kryva veç vitin e parë. Mandej u martova edhe e lash si anash e metaj, se në atë pjesën rezerv, e haloj kam dokumentat, po s'kom vazhdu ma. Po qëllimi jam ka qenë gjithherë unë më përgadit ma shumë rrugën e Islamit. Edhe gjithsesi do isha që edhe magistraturën me vazhdu dikon për Islam, atëherë në Kosovë s'ka pas, edhe kena marrë vendimin bashkë me bashkëshortin, na shkum në Istanbul, i na pranu atje, ai në doktoratur, unë në magistratur. Në atë kohë kom pas 2 vajzat, edhe sakrificë, edhe mund maksimalisht me to qysh e dina çdo non qysh ka sakrifica fëmija, po tash edhe Lules ka erdha, ja ka vlejta e sakrificë edhe mu më thonë, apo kthehesh edhe njerë apet që është të kësha bo. Jo si shumë njerë që thënë, ja mo kur s'isha këty. Unë me knatësi e kom bo gjithherë, për arsye se e kom ditë në çfarë rrugë jum shku, edhe kom ditë për çka jam të sakrifiku. Zatën Zoti na ka prun këtë botë për një qëllim. E qëllimi jonë është për me njoft Zotin, me falenderu ato për të mirat që na i ka dhënë. Edhe qatë mirësinë që na i ka dhënë Zoti, mbi gjitha është dija dhe inteligjencën që na i ka dhënë Zoti. E tash që të intelekt tonë na do të me zhvillu. Jo me lëmë veç me do punë shtëpisë, që s'kam pas mundësi nana tona, ma herët ka pas shumë gratë mëshme, po s'ju ka dhënë mundësi edhe hapësira për me zhvillu
jetën e tyre edhe nga aspektin akademik. E na alhamdulillah që se na ka në atë pjesë, në atë kohë s'kena jetu, tash jena këtë kohën kur po kena mundësitë edhe drejtat për gjithçka, edhe jo mundu që të dije që ma ka dhënë Zoti me zhvillu edhe ma shumë edhe me ngrit veten ma shumë në rrugën e Islamit. Atje kom jetu 7 vjet, e kom kry magjistraturën, me ato vështërsit një herë u dasht gjuhën, tani u dasht provimet, tani u dasht vitin e fundit kom met veç provimin e hadithit, ka qenë shumë i vështirë, edhe një vit ju met me qatë provim, në atë kohë tani mandej edhe kom lind, edhe t'jalin e i bona 3 fëmijë, erdh pandemia, o përmbledhëm me aeroplanin fundit ka qenë që kena orë në Prishtinë, edhe erdhëm në Kosovë këty, erdhën ato vështërsitë e pandemisë, mbylljet, bllokimet, po unë su dorëzova, me veç pjesa e fundit për me diplomu, kum pas diplomu online për Kosovës, tani dikur mas një vjetë e gati që ashtu i ka ra që i na shku dhe ku marr tani edhe diplomen, elhamdulillah. Po, është më rëndësi që njeriu mos më nal, mos më dorëzu. Pavarësisht çfarë vështërsish na sjell jeta në këtë dynjë, na duhet më kanë të forta dhe këmbgulse që kam ia dal. Edhe nëse bën diçka për hir të Zotit, edhe don me qenë vepra jote e kënaqshme me Zotin, me qenë Zoti i kënaqur me veprën që na jemi të e bë, dini që gjithë kena me dal fitus. Edhe elhamdulillah që unë vazhdoj edhe punoj në rrugën e Islamit, thirrri me këtë dijen tem të pakt çka e kam. Sa e munu pak për me marr për asoj oqeanit madh që e ka Islami, e ku marr një pikë për asaj dijes që e ka, edhe mundona kudo që jam me sakrifiku edhe veten, edhe kohën tem, edhe familjen tem, për në këtë rrugë me thirr njerëzit edhe me ndiqet kënaqësinë që kam unë, më mënu që m'ja dhon edhe tjerëve, edhe m'ja propozu dhe m'ja ofru që provone se keni më kënaq, se çto është kënaqësia. Dashuria për Zotin edhe punët e mira që na ofrojnë te Zoti, që ato është qetësia dhe kënaqësia që na jep Allahu xhaleshanuhu në aspektin e anës të brendshme tone. Temën kur e zgjedha për te ju kur vendosa, besoni që më ka ardhur 100% prej Zotit. Absolutisht. Nuk u kon as që kum bë plan diçka, as kum shfletu as një libër, as hiç. Veç tash çfarë temë vendos, edhe veç më ka ardhur tap, si të falenderojmë Zotin për mirësitë që posedojmë. E si të bëjmë durim kur kemi vështërsi. Domethënë, këtu i kena 2 tema. Jo një, 2. Kur jena mirë, krejt jena në rregull me Zotin. Shumë e du Zotin. S'ka hiç, asnjë problem se kena, asnjë ona. Gjithçka jena në rregull. Momentin që sprovohemi diçka, çatëherë është provimi. Ka, qysh, pse, ku më gjetë Zoti veç mu? Pse mu, qysh mu? Që tash Zoti po ta jep ty një provim të madh, me ta po raportin tën me krijuesin që e ki. Se kur jena mirë, këtë jena në rregull. Këtë jena falendëruese. Po kur sprovohemi dhe bina në sprov për keq, që atëherë ti e mot raportin tën me krijuesin, edhe zemra jote, imani jot motet sa ki dozën, sa përqen e ki atje me lidhjen tënde me krijuesin. Por ata spari duhet me falenderu Allahun për gjithçka që kena në këtë botë. Ka njëherë njëve na bëhen këto senet tona që i posedojnë anjet rutinë. I shohëm për ditë. Domethënë, trupin tem unë e shoh që sa vjet që e kam që kë. Elhamdulillah Zoti ma ka dhënë me tona të mirat. Gjithçka që posedon duket e zakonshme, edhe harron me falenderu Zotin shpesh. Po çka thot Zoti? Wa fi anfusikum efela tubsirun, na pyet Allahu në Kur'an. Thot po edhe në veten tuaj, a nuk jeni ka e shihni? Të pyet, thot, hiç kur gjë mos pafsh në këtë botë, mos besofsh që ka Zot në këtë botë. Veç ktheu shikoj e trupin tën. A po sheh çfarë mënyre ka kriju Zoti? Asnjëna nuk jena njëjtë. Pavarësisht që përngjajnë atë me diçka për njëna tjetrës. Pse fillojnë gishtat kur hina në Gjermani, më tha që ti 4 gishtat me dhon ato. Jo një 4. Pse? As një krijesë që ka kriju Allahu në këtë dynjë nuk është e njëjtë. I ka specifikat dhe mënyrën që ka kriju Zoti. Pra, vetëm për bukurinë tonë, trupin tonë, për shëndetin tonë që na i ka dhënë Zoti, Allahu meriton falënderim.
24 orë. Qëta është veç një sy me të thonë dikosh, po t'i dha $1 milion, $1 milion euro po t'i dha, ama veç një sy. Se merë, se s'dvyn kur gjatë, ty kur qëkan syni që ka kanë me t'vyt me ato dollar ty. S'sheh kur gjatë, s'shiam kur gjatë për i mirësive që t'i ka dhonë Zotit. Por ata, spari falenderimi ta kanë Zotit, është duaja kur zgjohin mëngjes. Je zgjuh shnash, je zgjuh mirë. Falenderimi ta kanë Allahut, që ma mundsoj të zgjohemi pasi që ishim të vdekur. Na vdesëm, çdo natë vdesëm. Vetëm një pjesë e vogël e shpirtit na jetë në trupin tonë. Se krejt shpirti unë shkon ngritet të Allahu. Edhe çdo natë na vdesëm. Atëhere, dikuj Allahu don ja kthen shpirtin, dikuj s'ja kthen hiç. Valla vdes në gjumë. Qysh more? Qashtu, se e ka caktu Zotin në qatë moment me dhon shpirtë dhe jetës. Për atë arsye, spari na duhet me qenë falendërues për jetën që na i ka dhënë. Shëndetin, për çdo ditë, elhamdulillah, quhesh shëndosh edhe mirë. As nuk je me shtaka, as nuk je nevojtar për marrë dikush me çupe i shtratit. As nuk je nevojë për me marrë sa medikamente për më çu me fillu të jetën tënde. Po quhesh shëndosh e mirë, po merr frym shëndosh e mirë. Kur e patëm pandemin motra, a ka argument më i madh? Veç një sekond, qintat e sekundit, me bëmë ja hek dikuj oksigjenin, ecke. Sun jetojshin. Pra na thithëm oksigjenin 24 orë pa asnjë cent prej Zotit. As meriton Allah me falenderu? Normal që meriton. E falenderimi ndaj Zotit bëhet mënyrat ndryshme. Po kulminacioni falenderimi ndaj Zotit kush është? Ajo që e mon krejt islamin, ai dyreki kryesor, namazi. Lidhja direkte që e bën njeriu me Zotin është namazi. Kur të hesh namaz, e ki lidhen komplet me Zotin pa ndërmjetësimin e kërkojt, bisedon me krijuesin tonë. Këto se kanë fe tjera. Te krishterë do të më shku te popi, mu rrëfy, mi thonë kështu, ndërmjetësot të Zotit për më ma fol, këtë gjëna, këto. Na jena zojat e çdo njona vetës tonë. Na kena këtë mundësi dhe këtë kompetencë se cila vetë me vetën tonë më lidh me krijuesin tonë. Kur jena mas afërmi me Zotin, kur bina në sejdë. Kur bim sejdë është lidhja direkte me krijuesin, që s'ki hiç ndërmjetësim, s'ki perte as kur gjë. A ka dhuntim e madhe se këto që ne ka mundsu Zoti? S'krahasohet me kur gjë kjo. E shumë njerëz çka bën? Prej padijes tyne. Që nuk ja din vlerën kësaj shtyllët islamit, e anashkalojnë këtë obligim që ne ka bërë Zoti 5 herë ditjet. Për çka? Për çështje dunjos. Për senet kota. Që asnjë prej atyne s'kan me kon mbrojtëse për ty kur do dalin para Zotit. Krejt që ato përgatitjet për ditore që i bojnë anë jetën tonë. E bon ato e fshin shpina, rregullon, e këshyr fëmin, e këshyr burrin, e këshpret musafirin, krejt kanë me t'lan vetë. As njoni s'ka me hartë të Zotit me thonë, o Zot, falja mos e dëno për shkak se ka fal drekën sot se u kam të më shërby muja. Kur mos me noni? Kur t'him varë, a dine motra që shoqërusin kryesor kanë e kina. Krejt me familje, me shoqëni, me krejt, miliarda njerëz nëse na marrin pjesë në varrimin tonë, komplet kanë më kthy jetën e vet ata, secili kanë më këshyr punët e veta. Ty kanë me t'lën fik kall vet në varr. Kush ka me kanë me ty? Punët e tua. Veprat kanë me kanë shoqërusi jonë, që ato në varr. Kur gjë tjetër. E qaj namaz që e ke nda kohën 5 minuta në këtë dynja, kur gjëbrës po thëtë Zoti ma shumë. A e keni jetën dinamike, po thuni shumë kena termina dhe që ashtu ish në Gjermani, pe që jarë thonë që nja 3 ditë, nja 10 termina, termin për to, termin për ato, termin për ato. Apo menoni që qëta terminat janë dynjas, kena milon. Ndanja dhe një 5 minut një termin Zotit. Që qaj Zot pja u mundësën që ta krejt terminat tjerë për mi kryo. Qaj Zot është që pja u mundësën krejt që ta terminat që pekini qatë gjithë ditës, 5 minuta ndonja që ati Zotit, ja u letësën dhe që ta terminat e dynjas që i keni. Por atë arsye, falenderimin ndaj Allahut, mënyrën më të mirë edhe lidhjen më të afërt, mënyrën më kulminante që e bën robi me Zotin është namazi. Kështu që ju lutna kur për jetë namazin mos e anashkaloni. Pavarësisht çfarë gjendje jeni. Pavarësisht ku jeni.
Pse, kur po kena ku për krejt, edhe për Zot për du të me pas ku, se qaj Zot është që po ta mundëson krejt që tu për mi po. Mos të ke shkru Zoti sot, ma ardhën të jonë së shardë. A e ka bo risk që në me konë me juve sot. E unë mos me qenë falenderuse, që ka thot Zoti? Valla fejime tjera herë, s'te ke po me sy, pra. Për ata, që ka thot na jetin kuranur? Nëse falenderoni le in shekertum, le eziden ne kom. Që po thot Zoti? Nëse falenderoni, unë do t'u ashtoj mirësit. Që fara jeti kuptim plot. Po t'kallzon, hoptas. Po thot nëse më falenderoni Allahu, unë do t'u ashtoj mirësit. E vallahi kur se falenderoni, a që ka më thonë? O robi jam, qysh ti këmë dhonë që të mira, tjetër në herë se prit. Se ja qoj atina që po më falenderon. Por ata, gjithë shka që na jep Zotin këtë botë, meriton falenderim prej njëve. Edhe, a ke po, tash po thuj në Kosovë, fjallët magjike. Qfar fjallë magjike? Pja mësoj fëmijëve në qerë dhe fjallët magjike. Po këtu fjallë magjike, ati kur ne ka mësu Zotin neve, pej kur na ka prun këtë botë. Mësu si njerëzimit, pejgamberi alayhis salam ti ka mësu moti këtu fjallë magjike. Që ka thonë? Nëse nuk e falenderon e njeriun, nuk e ke falenderu Zotin. Se tash pju thuj fëmijëve, nëse të kom dhonë diçka, thuj faliminderit. Nëse ta dhash mundësim për diçka, faliminderit. Faliminderit, po të faliminderit. Pse pejgamberi na ka mësu shumë më ti me thonë faliminderit. E para pejgamberit ka mësu Zoti ka thonë, nëse me falenderoni, unë ashtoj të mirat. Të më thonë, mbi gjitha njeriu qa po kërkoj ka. Vesh me thonë faliminderit o Zot. Mos dish me thonë, elhamdulillah, edhe shqibre Zotit din, se kej gjutë e Zotit jam. Ajna ka mundësu për mi mësu. Për atë arsye, mundoni që me këqenë në rabë falenderus. Me falenderu Allahun për çdo mirësi. Ta ka dhënë shëndetin, të ka mundësu më martu, ti ka qu fëmin, ta ka dhënë pasunin. Tash kej dynjoja po nga mas pasunis. Tash të bota materiale. Kanë me këqyrë veç a del diçka. A nëse unë e një moj kësojna, a thu për mas, unë e qka fitoj. Të më thonë, ka hup imani, ka hup dhe mshuria për njani tjetrin, ka hup dashuria për me bo pun të mira për hirtë Zotit, pse atë shumë i lidh njerëzit mas kësaj bote dhe mas anës materiale, sa që i kanë hup në ndjenjat. I kanë lidh veç me interes të pares. Nëse s'mi qetë që kaq, s'shkoj heq. A, për ma kryn që të pun, po sa pi qetë? A një të kuqa gjelë për ta qfare? Qysh mëra, këtë dynjaja do të më lidhë për interes? Jo bre, do të me lënë diçka edhe për hirtë Zotit. Se nëse bojmë diçka për hirtë Zotit, kur do të shkojna para Allahut, kina me thonë, ah bre ti kisha bo krejt që atë pun për hirtina, por shumë pas na nevoj që më dhonë Zotit që tashtë. Se ti merë këtë dynja, i merë 500, 1.000, 2.000, që ke kry një punë. Po ato kemi hargju, kemi hangër afet. Dhe më hanë, apo mendojna që diçka me bo. Ani s'po thëmë si jam pesimiste, mos me kanë edhe në aspektin e anës materiale, mos me posë edhe pare, që mos të sarë më marë lullja sëtë, s'kësha mujta asën të jo me ardë. Po, jo me qitë në rend për interesin material. Gjithherë, bëne punën, tu jo Allah për hirë të ndën, tani për një interes tjetër në qufse, ja bashkan gjithë një për diçka tjetër. Edhe kur t'jep një sadaka, gjithherë, njëtën e ju, kur flasë kështu me gjemat, gjithë thujnë, valla mësu se shumë dha, valla mësu se gjithherë edhe unë e dha, po jep, e ti që këtë besimtarë dhajnë sadaka, se e kanë ndjenjen që duhet me dhanë sadaka. Mirë po, gjithherë bëni punë me njetë. Innemel a'malu binjat, thot pejgamberi alayhis salam. Çdo punë, çdo vepër e pranon dhe shpërblen Zoti sipas niyetit, sipas qëllimit që ki ti mrena. Kur t'jepni sadaka, thuni mas pari për hir të Zotit, o Allah për hir tënden, po du me dhon këtë sadak, me të falenderu që ma ke mundësu që unë me pas për me dhon, edhe o Allah ma letëso që të punë në dynja. Për shembull, është dikush në shkollë, i ka provimet. O Allah po dha sadaka për hir tënden, ma letëso të kaloj provimin sa ma letë. O Allah po dha sadaka, ma mundëso mu shëru për kësaj smundje. Për arsye se pejgamberi alayhis salam ka thonë, jepni sadaka dhe me sadaka në ju shërohuni. Kjo është e vërtet, ka shumë raste, që unë i kum pa me dy sytë e mi, jem konë dëshmitar okular,
që njëri u shëru për mes sadakas. E ka dhonë me njetë, edhe u shëru. Edhe kom gjemo, njënës i kish hup shikimi, dëgjimi krejt. Jo, tha, mo, s'ka shansë mësuse. Kom gjitha aparatat, s'ka mo kur gja. Thash, jep sadaka, edhe bëne njetë për hirtë Zotit. Edhe bëne njetë, o Allah, ti e ki fuqin, që shë kum pas në dëgjimin, mu ma rikëthy në dëgjimin tem. Qaj Zot që ta ka marra, i ta rikëthem prap. Që të bindje mu që me fitu, jo, që të lidhe me fitu me Zotin. Qaj Zot është i plot fëqeshëm, që është ka kriju pe i kur gjafet heq. Kur kush si na kona, kur që gjafet heq të ka kriju. As po ka mundësi Zotit ty me ta ndryshu një gjendje të cilën ka sprovu që ta ashta? Po ka fuqi. Po pret pe i ropit, se na so pe kërkojna prej Zotit. Edhe besom një Zot, unë ja kum dhon këtu këshilla dhe u shku. Kur orë mas 2 javë ta mësu se pasha Allahin ta mu ka këty ndëgjimi. Dhe na ka pru, na ka shpërbly, na ka qarrus në atë në xhami, që do më thonë ka qenë argument e ka po më sytë e vetë sadakaja. Për atë arsye, ka një herë ty duket që kur gjës bane me 10 euro, me 1 euro, me 30 cent, një shishuja ke bleti kujna, po për tëmë që atë moment u konë shumë e vlefshme. Ka pas shumë rëndësi për qatë personin që ja ke dhënë sadakon. Edhe në qofë se dikush lutet për ty me loqke në zemrës dhe të shpirtit, thot, hej mora Allah, letësoja punën cilën e ka bon jetë, që kja për më madhon mu që sadaka, pasha Allah në duaja atina automatikisht të Zoti ka më pranë. Edhe ti ki me po shlirimin, edhe ti ki me po plotësimin e dëshirës cilën e ke bo, për mes kësajna që për ty nashta. Unë ju thëmë, kur dëni me bo mirë zinebër që të kanë dalë për i gjepit, kanë hupë. A kështë mujtë me rikëthy? S'mon është u hup. Ku metën bre 50 pota bre që tu ka shkum bre, qejnë hup. Qashtu më nono me fitu bindjen dhe dashurin me Zotin, edhe sadakoja që kom javë hop rrugë me qita. Po, që therë propa, vendos një edhe një një. Vajnë te o duni, a me të Allahu lahtë të fësuha. Që po thëtë Zotin këra? Edhe nëse doni, që ka thonë, edhe nëse doni ti numëroni mirësit e Zotit, ju kur nuk do të moni. Ta ka thonë fjallin kur. S'ki me pos shans, ja nisi numëron e kom qita, po i harën gjysën, se njëri jesë, unë është mi mojtë men, gjitha. Po Zotit nuk harën. Te Allah i kena të shkru me gjitha. Edhe se cila prej neve kena me pos librën kur do dalën para Zotit, kena me po krejt jetën tu. Për atë arsye, që pas ka thonë Zoti, nëse dëni mi numëru s'moni. Por qka? Fani ka 2 rekate namaz, bëne praktik tjetës t'ju. Natën, ditën, kur do që ju kujtut? O Zotë, elhamdulillah për kitë mira që mi ke dhanë. Që kjo është mirësia që mujna me bo. Me e leta, ndaj Zotit. I falë 2 rekateve që bën jetë falenderim për gjithë të mirë që ma ka dhanë Zotit. O Allah, suni numëroj kitë mirat. Për gjithë mirësi që ma ke dhanë të falenderoj, Allah. Edhe inshallah, kjo është e pranueshme te Zoti, edhe na i shton Zoti ato të mira që i kena. Ka një herë, po kthehemi te hadithi pejgamberit alayhis salam. Veç që të hadith me morë me analizuni besimtar, kur që tjetër s'na vjen. Që ka thonë? Shfrytëzoni 5 qëra, para se t'ju zojnë 5 tjera. Shumë hadith kuptim plot. Ka thonë, mas pari, shfrytëzoj rinin para pleqërisë. Kur t'jena treja, çka dush, me qitë për para t'je për balon. E këpo, edhe këtë sanet janë programume nga natyra që njeri mi po herët në rini. Edhe gjithë shka për balon. Një të nko, gjithë shka jenë gjendje për me kry. Ka thonë, shfrytëzoj e kohën e lirë para se të zinesh. Kur t'kena kohë të lirë, s'na vjen men gati kur gjënë. Kur jenë zone, krejt dalin për para. Kull. Kisha pas ku isha kur shku të kja. Kisha pas ku isha, e kisha bo këta. Kisha pas ku, e kisha regjistru qëta është edhe një fakultet. Po, u zonë të ashtë ku, pas po munesh. Pas taj që ka thonë, shfrytëzoj e pasurin para se të vrarfërohesh. Çfarë hadithi? Kur kena pasunis na vjen men kur që ja, jena rahat. Unë i kam punë të mirë, se s'ka i këshia me hangër, kur gjana kësham, në qotë me në të punon, që shpo punoj une, që kjo më vjen fjolla me arana kur e një prej njerëzve. E si do mos për pasunika. Mirë, qaj Zot, që i ka kriju krejt qëta njerëz. Që ka pas këtë diqka ti ekstra që
s'ka dhonë ty, t'ka dhonë ati si ka dhonë. Qa po menon ti, që ka për pandeti vetën, diçka ekstra prej ati tjetërit. Apo harron që Zoti sprovon edhe kur t'jep. Edhe pasuria është sprov. Edhe ma ato sprovon Zoti. Thot ta këqyri, so bujar je ti, që në gjithë kitë mirë po ta dha, po ta mundësoj ty. So bujar je ti për mi anda ti shokut edhe tafërmit tonë, ose familjarit tonë, ose ati që ka nevoj për ty. Kur po jam unë kaq bujar ndaj teje, po t'i dha gjithë këto të mira. Hamaret e Zotit janë të mëdhaja, motra. Ato kanë ballë, por kejtë dynjan ka Zoti. Pa ke po dika në veçan pak manal se sa tjetëri. E që atë pasunikit që ja ka dhonë, thot të provoj ty se so po je i mshirshëm ndaj atij që s'ka. E diune që ai mundet, edhe nashta ka aftësi ma shumë se sa ai pasni, çaj që s'ka. Mirë po Zoti po don me sprovu që të pasni se sa po është bujar për të varfër. Po edhe varfria është sprov që me të po ty me Zotin që shpo jenë raport. Që shtash ma heret, kur jena mirë, këtë jena në rregull me Zotin. A më në momenti që na sprovon Zotin me diçka të keqe, valla që tash ti Zoti s'po më donë. Si kam punë të mirë me ta. Ja, këtu nuk guxojna me luhat kur gjë. Gjithherë, si mbështërsi, si mirësi, si sprov, si smundje, si krejt ato gjendjet që ndodhemi, raporti jonë me Zotin do të me kam kulminant. Raporti jonë me Zotin nuk guxon mo zbej asnjëherë. Se ai na sheh, ai na mbon, ai na jep. Çka don ai na mbon në këtë jetë, çush don ai na sondon këtë jetë. Atëherë na raportin me ta nuk guxojna me zbej kurçysh. Edhe bashkë kur t'jena në vështërsi, që atëherë do të më forcu dhe ma shumë lidhja jonë me Zotin. Pse? Që atëherë e sheti pa aftësinë tonë që ti s'ki fuqi kur gjë, nëse Zoti s'jep mundësi me bë diçka. Për ata, imani jonë dhe lidhja jonë me Zotin do të me kam gjithherë në rregull. E katërta ka thonë shfrytëzoje shëndetin para se të smuresh. Kjo vlen edhe për takimin tonë. Gjithherë kur keni një mundësi për më taku me dikan ose me shku dikon, mos i këshirni veç ato interesat, s'po m'bje dielli pak, veç interesat personale. S'po m'përshtatet veç pak diçka dhe pela. Hajtë se një herë tjetër. Nështë pas ta e mundësin Zoti herën tjetër. Duhet me lanë mangë për diçka, kur e shet që diçka ka shumë rëndësi për ty. Ose, nështë po du me fillu namazin, hajtë se edhe pak se shumë obligime kom, nështë ma vunë s'ta mundë së Zoti, a disa njerë su në falë namazin ullën. Qësh është mënyra namazit. 90% gati plakat si të vjetrohen janë nisët më falë në karrik. Su në shijan atë ëmbëlsi në sejtës mo. Si a mundëson Zoti mo. Pse se ka shfrytzu kohën kur e ka pas shëndetin në rregull. Për ata që do të mirë që na i ka dhënë Allahu shfrytëzon në momentin kur ja ka dhënë. Jeta sjell gjithçka, nuk e dina, nuk ka garancë me këtë jetë. As kena garancë shëndet, as ki garancë pasuri, as ki garancë pasuni, as ki garancë në kohën e lirë, në kur gjë. Dohon jeta çka s'mundet me të ofru për një moment, edhe me ndryshu gjithçka në jetën tonë. Por ata duhet me shfrytëzu jetën në momentin që ti e ki. E pasta çka thot, shfrytëzoje jetën para vdekjes. Sa ti e gjallë bëm çka dush, kryj krejt, menoj krejt. Kur të vdeksh, çka thot pejgamberi alayhis salam? Njeriu sa të është në këtë botë, është në një ëndër. Është një adrenalin, është një ëndër që jeton. Kur të vdes hin varr, që atëherë thot zgjohet. Subhanallah. Që atëherë na del gjumi. E të kisha bo këto. E të kisha bo këto. E të isha kon kë. E të kisha bo ato. Çka këmë na thonë Zoti? O robi jem, as të dhash për mundësi 80 vjetë najte? Çka bone? A i këqyre veç interesat e tua? A këqyre veç ty që atu për shtatë? Hitë su lodhe për kur gjatë. Zbone sakrifis për diçka. Dhe më honë, që ako na me thonë? Bre Zot, veç edhe një herë këthem se. Krejt bre kom e kom në rregull. Ja, thot Zoti. Si ako më thonë kërkuj mundësin 2 herë, marrë këtë jetë, veç një herë. Jeta është veç një shansë. Shansë e dytë nuk përsëritet. Për ata, që të shansë që na i ka dhënë Zoti, më mundu maksimum për me shfrytëzu. Jo më dëmtu vetën tonë, as një herë. Unë jam një njeri që du një ekuilibër një jetë me pas.
edhe kom qef me pas një balans tjetës. Gjithherë e kujtoj hadithin e pejgamberit alayhis salam që ka thonë: puno për këtë botë, sikur nuk kime vdek kur. Veç nga në hadithin, puno për këtë botë sikur s'kime vdek kur. Puno dhe mendo për hajret, sikur kime vdek nesër. Domethënë, çfarë po thot këtu? Balans. A i kena 5 kohë namaz, krejt me mbledh 25 minuta. 25. Ti 24 orë, po thot Zoti çka dush, po. Po çka ka thonë, qëta 25 minuta ndome breveç pak, për mu, apet po ju për Zotin, për veti ki interes. Qa ki namaz? Sa fitnesi u qenë Kosovë, po ngoj me gra, me qika, me burra, me kejt nga fitnes. Ku ka fitnes ma i mirë, e ma precis që ka mendu Zoti për trupin tonë, se sa 5 kohë të namazit. 5 herë ditje televizit në mënyrën maksimale, më të bukurën që ja bën trupit. E dini motra që veç kur të bina në sejtë, kur bjen koka jo në sejtë, qarkullon gjaku në trunin tonë, edhe në krejt trupin. Nas një pozit tjetër s'ka shans me qarkullon. Të në ditën rrati ju. Edhe rrin krye, për të poshtë, nuk e ka dhonë Zoti mundësinë ashtu. Vetëm pozitën e sejtës, si pas studiusve që kanë bo, pozitën kur ben njëri në sejtë, komplet trupin ton qarkullon gjaku. Edhe shkon tru, edhe kthehet. Çka po thënë të fitnes më të mirë. Për atë arsye, shfrytëzoni këto të mira që na i ka dhënë Islami. Motra Islami është shumë i bukur. Kush hin ta për me shiju dhe me jetu, nuk ka mundësi me dalë shgënjym për tina. E ai që se ka shiju, që se ka ndikit të mbëlsin e imanit dhe të namazit, ai si a din edhe vlerën, s'din edhe qa kom ta. Po që atu që keni pas mundësi me shiju edhe që jeni në ta, dinja vlerën dhe mundani gjdo moment me shfrytzu për i të mirave që na i ka dhënë Allah që shanë në këtë botë, se jeta jetë shpejt. Edhe veç kur e shumë, u kry një ditë. Ku me të mëre, jo shkoj. Por ata, mundohuni që edhe që jeni në mërgim, mos ja kushtoni tepër kohën veç kësaj dynjaje. Bënë një balans edhe fejs, mos me lana onash. Në veçanti për gjeneratat e reja që i keni këto. Mundoni mi janë mbjellë shpirtin e ty në Islamin. Se me bo mu rrit ata pa ndjeshmërin e Islamit, kur të rritë mo jesin pa kur fardjenje. Bohën zerë, s'nin kur gjamo. Sja, nej, si kënej, rafshi tukë. Për ata folni ma shumë në përshpijat e juve për Islamin, lëshoni televizor ose lëshoni në YouTube, o qka do qoftë ligjerata, ka njëherë ju thuj njës po pëlqen, jo nale, jo lejo. Shpesh unë e bëj këtë prove edhe me fëmijët e mi. Ka njëherë thëmë s'jan hish në rjedha, s'jan të ngu, kur gjo. Edhe veç lëshoj diqka, qoftë një surë ose një ligjerat. Veç kur e shë, pasha Allahin shkuan minuta lartë, ai nëse ti ke menu që është këti koncentrum lojt vetë, ja nis edhe i thot fjallët, se njeriu i ka 2 vesh, e ka një gojë. Ma shumë nina se sa që duhet me folë. Për ato që e nin fëmija, 100% a e komu mbjellë dhe komu registru të ronin e tina. Kështu që veç lëshoni në përshpit, për Islamin. Lëshoni, edhe mos mujshi shumë ungë me folë me ta, lëshoni qoftë ligjerata, qoftë Kuran, qoftë diçka që ka të bëj me Islamin. Edhe aty ne i mbjellën djeshmëria dhe ajo dashuria për Islamin. Edhe e pas një edhe mësusin me lek, edhe shfrytëzone, që edhe mi pru, sidomos fundjava, ke po krishter, gjithë qysh i qojnë për kisha. Pse edhe na mos mi pru fëmijët tonë, që me ndi ata prezencën që tonë gjami, që krijet kujtim edhe rritet me gjithë ndjeshmërinë e dashurisë për gjamin edhe për Islamin. Edhe një hadith pejgamberi alayhis salam ka thonë çudi është në punën e besimtarit. Çka do që ti ndodh është hajër për ta. Nëse i ndodh diçka mirë, e falenderon Zotin, se ka thonë Zoti të mira. E nëse i ndodh diçka të keqe, besimtari bën sabër. Bën sabër edhe shes që prapë u kanë të mirën e besimtarit. A keni po shumë sene njët, sigurisht edhe ju jeni përballë, që t'ka dalë diçka që ke thonë, ku që am gjetë? Ka sa, çka u bo bre? Qysh bre? Çka më ndodhi bre?
mas shumë vitër e ke po urtësin e asoj ndodhis keqe që u konë diçka mirë për ty. Se nashta mos me të pas ndodhë që kja dhe ka ma keq shumë kish mujtë me ndodhë diçka. Për ata, Zoti është ai i cili na mbikëqyr, edhe na sheh, edhe na jep mundësinë e jetës në këtë botë, atëherë na duhet me qenë veç ata që duhet me kërku për Zotit. Me ka pas lidhjen me Zotin. Edhe inshallah kjo lidhjes na mungon asnjëherë. Kur kemi ka njëherë vështërsi, edhe menojna që sprovat i nardh për shkak të punëve të keqe, a ku gabu, ja nisë me fajsojna vetëm, a qka bona, a ku zot, a veç mu më gjete, a zot qka më bone, po dhe kjo është një provim për neve, edhe kjo është një sprovë, që Zoti ka caktu ty, me të ndodh, mirë po, prap për të mirën tonë është. Sepse është betu edhe Allahu në Kur'an thot, inne me ala usri yusra. Vërtet pas vështërsis vjen lehtësimi. E përforcon Allahu fjalën e tij, thot, fe inne me ala usri yusra. Vërtet pas vështërsis vjen lehtësimi. Domethënë, është e vërtetë që kur ka njeriu vështërsi, pas asaj vështërsisë që e ka, gjithsesi ka më ardhur një lehtësim. Se me pas kon vota e ndërtuar veç për mi vështërsi, është dorëzu dikur njëri dhe kështu ja zot s'po më madhe u kry. Po është me skena, me lara, e kena me ngjarje të ndryshme jetën. Edhe zatën si ja kishum ditë mirësinë dhe kënaqësinë e asaj të mirës që na jep Zoti nëse s'kishum pas kanjëherë vështërsi. Besoj që krejt e keni këtë ndjenjë. Pa na sprovu kanjëherë Zoti edhe diçka keq, nuk ja dina të mirën kur jena në rahati dhe kur jena në të mira. Po inshallah me të mëdha s'na sprovon. Gjithherë kur bëni dua, thuaj Allah mos më sprovon me ato që s'mundem me bajt. Gjithherë bëni këtë dua. Se nashta ka diçka që Zoti na sprovon që s'mujna me te i kalu. Po kur bëjna dua, inshallah jena në ato që Zoti na jep, veç sa mujna me përballu edhe na. Po dhe kur të bëjna durim, thot Allahu në Kur'an, vërtet durimtarëve do t'u jepet shpërblimi i tyre pa mos. S'ka mos caktuar kur njeriu bën durim, kur Allahu na sprovon me diçka të keqe. Për arsye se vetëm për durimin, çka thot Zoti? Unë jam me durimtarët. Vetëm për ata që durojnë, Allahu thot, unë jam me durimtarët. Nuk thot ata janë me mu, po Zoti thot, unë jam me ata. Na vjen Zoti neve afër nesh na vjen kur na bojna durim për diçka, edhe inshallah mbi të gjitha le që na shpërblen këtë dunjë, po inshallah në ahiret e meritojna një shpërblim të madh që është xheneti për çdo durim që bojna gjatë kësaj bote që sprovohemi, çka do qofshin ato, inshallah i kina të vogla të gjitha. Inshallah s'harrova diçka. Unë kom planifiku deri këtu që mos më bëdha tepër, s'kam qef, se janë i thufe imja e therrëm kësaj herës, po di ka më nalë. Tjetërën herë nesës me thirrëm hiq. Po, unë kom qef me bisedu me juve edhe kur të ligjeraj, kom qef me ligjeru prej shpirtit edhe me ndjenja, prej asaj që e di që përballni edhe jo, me çka mund të përballni edhe jo, edhe me diçka të përditshme që ju ndihmon edhe në jetën e ju. Allahu ju shpërbleft edhe ju nderoft për durimin dhe dëgjimin. Çdo hap që e keni qit, inshallah është shpërblim për juve dhe fshirje të gjunave, edhe unë çdo hap që e kom qit për Kosovës e marrë te ju, është shpërblim. Inshallah e meritojna xhenetin së bashku, kështu dhe kënaqemi me mirësitë e xhenetit. Allahu ju nderoft me gjitha të mirat. Amin inshallah. Jo, se a di